Përplasja e dy makinave ka shkaktuar një aksident të rënd me 2 të vdekur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1:30 në aksin rrugor Lezhë Milot. Sipas policisë, më sot janë përfshirë në një aksident rrugor automjeti me drejtues Ardit Gjeçin dhe makina me drejtues Ramazan Harapin. Si rezultat i aksidentit rrugor, kanë mbetur të plagosur rënd dhe kanë humbur jetën si pasojë e plagëve drejtuesi i automjetit Ramazan Harapi, si dhe pasagjeri që ndodhej në makinën e tij Agim Harapi. Nga veprimet e parahetimore në vendin e ngjarjes dyshohet se shkaki i aksidentit rrugor krahas kushteve atmosferike me rreshje të dendur shiu, pozicionimi i gabuar në karrexhat i automjetit me drejtues Ardit Gjeçin, i cili rezultoi në gjendje të dehur. Ky i fundit është arrestuar në flagrancë, ndërkohë që grupi hetimor vijon hetimet për të zbarur të plot aksidentin që i mori jetën 2 personave, ndërkohë që kohët e fundit në vendin ton ka ndodhur aksidente me vdekje, ku në drejtim të makinave që kanë shkaktuar përplasje ka qenë shofer në gjendje të dehur, teksa policia duhet të marrë masa për kontrollin e drejtuesve të mjeteve që drejtojnë makinën pasi kanë konsumuar sasi të madhe alkooli.